Mirë mbrëma, padyshim e keni parë që flitet shumë për Jim Carreyn këto ditë. E keni vënë re apo jo? Ose i pat ato intervistat e tij, intervistat e fundit, që të gjithë flasin që ai nuk është Jim Carrey. Dhe tani po ju tregoj disa sekrete që ndoshta duke diskutuar së bashku të gjejmë të vërtetën e këtyre argumentave. Atëre, unë e kam përsëritur disa herë, por dua ta përsëris edhe një herë tjetër që klonet kanë kohë që janë përgatitur. Nuk bëhen për të gjithë, por bëhen vetëm për disa. Madje, siç e kemi thënë, mendohet, pretendohet që edhe Joe Biden nuk ekziston më që kur ishte në presidencë, sepse thuhet që nuk ishte më në gjendje që të este dhe mbaroi në shtrat. Dhe tregohet që bëri një klon. Nëse keni vënë re, është një film që tregon me Scarlett Johansson, nëse mbani mend, që tregon që se si njerëzit bënin klone. Dhe kush e ka parë këtë? Ju e keni parë këtë film? E keni parë se çfarë flitet tek filmi? Tek filmi del haptazi që një klon nuk bën gjë tjetër veç se zvendçon njeriu me të gjitha parametrat perfekte. Ç'do të thotë kjo? Nëse njeri është i smur, ai transporton ose transmeton koshencën e ndërgjegjen e tij në një trup të ri, në një trup që e ka formuar nga zeroja teknologjia. Dhe nuk është gjë tjetër veç se një identik e atij njeriu që është aty. Por duhet të dini që edhe në një intervistë që pata bërë para ca kohësh në televizion, flisja për një zotëri nga Hollanda që kam bërë edhe një intervistë me të, sepse doja që ta transmetoja në emisionin Enigma, ku ai flet për ndërgjegjen e njeriu që mund ta transferojë ndërgjegjen e njeriu në një robot. Dhe kjo është, me një fjalë, për të është aktuale. E bëjnë, është aktuale tani. Ai ka marrë, mos gaboj, rreth 1 miliard e ca dollar që ta bëj nga njeriu në robot. Por sipas tij, nga njeriu në njeri është e realizueshme. T'ja u përsëris edhe një herë se ndoshta nuk e kuptuat mirë. Më falni që jam kështu i drejt për drejt, por duhet ndonjëherë. Atëre, ky zotëria thot, le mos i them edhe emrin atij. S'duhet i them as emrin, nuk duhet të them, por e vërteta qëndron këtu, që ndërgjegja e njeriu, ose më mirë, ajo çfarë jemi ne, sepse ne nuk jemi ky trupi fizik që ne shohim, por jemi ajo çka kemi brenda. Pra memoria jon, ndërgjegja jon. Dhe ky zotëria thotë që kjo ndërgjegje mund të merret nga një trup dhe të shkëputet nga ky trup të vendoset në një trup tjetër. Dhe aktualisht është e realizueshme nga një trup në trup tjetër. Kurse nga një trup në një makineri, pra në këtë rast në një robot, është pak më komplekse, thot ky. Dhe këtë po provon ky që të bëj prej vitesh. Ka marrë, si thash, 1 miliard dollar nga një biznesmen rus dhe ai me këtë po merret. Dhe po të arrijë kjo, merr mend, dhe di si tha ai miliarderi rus, me sa më tha ky jashtë kamerave, tha, shiko, tha, do arrijë tek ai Jim Carrey, po prisni pak, një sekond. Ky i tha që unë, tha, nuk e kam problem për 1 miliard, sepse ne, tha, mund të jetojmë, tha, njeriu, tha, jeton, tha, me 100 milion dollar, tha, jeton shkëlqyshëm. Unë kam, tha, mira miliard, i tha ky rusi. Po, tha, unë po investoj 1 miliard, si kur ti ke me dhur poshtë, por në qoftë se kjo, tha, do të realizohet, tha, nga ky 1 miliard do bëhen, tha, 1 trilion dollar. Dhe ai është, me fjalë, ai e kuptoi shumë mirë që kjo është e realizueshme, sepse e di shumë mirë, pra biznesmeni. Dhe ky hollandezi po punon pikërisht për këtë. Kështu që duhet të dini që prej kohësh ndërgjegja e njeriu mendohet që mund të transferohet nga trupi në trup. Tani, nëse kjo është e vërtetë dhe nëse këta klonët janë të realizueshëm, sepse kloni i parë, siç e kemi thënë, është formuar ose krijuar që nga delja në vitin 1996 tek kafshët, sepse nuk mund të thonë që ta bëjnë tek njerëzit, për etika personale, për etika botërore, për etikën e njerëzimit, nuk mund ta thonë. Por sipas jush,
nuk i kanë bërë provat në njerëz. Shiko, tregohet që e kanë bërë në Kinë. Më vonë e bën, sepse fillimisht e provuan, e tentuan në Japoni, pastaj e realizuan në Kinë, sipas gjasave. Madje bën dhe një test tjetër në Kinë, ku i hoqën trut derrave dhe ja vendosën disa derrave tjerë që kishin, me fjalë trurin e morën nga një derë në vurën tek derri tjetër. Që duhet të dini që edhe ndërgjegja, jo vetëm truri, por edhe ndërgjegja mund të vendoset nga një vend tjetër. E di që duken si fantazi këto. Pra, në qoftë se ajo që pat me Jim Carrey tani këto videot, ju duket si fantazi, mos u hallakasni, mos mendoni që këto janë teori konspirative. Jo, mund t'jetë e vërtet. Mundet që Jim Carrey vërtet mos të ekzistoj, ose çoj një klonin e tij atje. Sepse në qoftë se V3, kloni, në qoftë se është një klon, i ka këto mollzat më të fryra, ka sytë ndryshe, me një fjalë këto, më falni, vetullat ndryshe, dhe ka dhe sytë bojqielli. Gjë që Jim Carrey nuk i ka sytë bojqielli. Për më tepër atë që nuk e vurën re shumë njerëz, që është thelbësore kjo, e unë e vura re në një moment, sepse më kujtua, kur erdhi në Rom, para ca viteve, që ai nuk firmos me dorën e majtë, por firmos me dorën e djathtë. Dhe në një video, pra aty në Francë, ai firmos me dorën e majtë. Vireni re. Pra, për të gjitha këto hollësira, unë jam i bindur që ka diçka që nuk shkon në këtë, sepse edhe sikur ai të ketë bërë një transplant ose të ketë bërë një rregullim të fytyrës, një lifting apo këto që bëjnë këta, si mund të quhen, personazh të mëdhenj, këto sidoqoftë merimetohen ose mund të rregullohen, por një gjë e tillë nuk mund të rregullohet. Një gjë kaq e fortë, pra mollzat që janë shumë të dalla, nëse V3, të dalla fare, dhe nuk ka dhe mjekrën, sepse Jim Carrey ka mjekrën më të dallë. Po ta shikojeni pak. Janë disa detaje që mjekra e ka më të dallë, kurse këtu te ky në Francë, dje kur ishte, mjekra e tij është normale. Pra ka disa gjëra të vogla që të bëjnë të mendosh me të vërtet që nuk është ai. Bile po flise me dikë, me një shokun tim dhe tha, gjën e parë që pa, i tha, shiko, tha, për mua tha, ky tha, nuk është Jim Carrey, sa e pa videon. Dhe nga aty fillova që të shikoja. Megjithatë, doja t'ju tregoja me këtë që nuk është vetëm Jim Carrey, në qoftë se me të vërtet ekzistojnë klonet. Por duhet të dini dhe diçka tjetër, përveç se ekzistojnë, sepse klonet, si thash, ekzistojnë që nga viti 2005-2006, ne jemi tani, kanë kaluar 20 vjetë, merreni mend se çfarë mund të bëhet tani me teknologjinë, dhe tjetra është që unë di që kushton nga 10 deri në 15 milion dollar. Këtë di, për momentin. Me një fjalë, në këto thashethemet metropolitane, thuhet që kjo është shifra për të klonuar vetveten. Tani mund të jetë e vërtet, ku i dihet. Megjithatë ju çfarë mendimi keni? Mundet që ky Jim Carrey të jetë kështu, ose mundet që disa personazhe të mëdhenj të kenë filluar të bëjnë klone, për të ruajtur ADN-n e tyre dhe për ta kaluar në brez pas brezi. Apo jo? Pres komentet tuaja. Natër.